është hap një derë që s'ka qenë kurrë realisht e hapur për ne. Na kanë thonë ata gjithmonë, ne ju duam këtu me ne, do vi një ditë, po punoni. Kështu që ne duhet të bëjmë çmos, që të mos e lëmë derën mbyllet pa hyrë brenda. Dhe që mos ta humbim, duhet të konfirmojmë fuqishëm Partinë Socialiste në zgjedhjet e ardhshme, që janë më shumë se kurrë zgjedhje politike, nuk janë thjesht zgjedhje vendore. Duhet që Partia Socialiste të jetë shumë e vetëdijshme që fati e ka dash që të na bjerin ne në kuriz një gur kaq i madh për ta ngjitë në metrat e fundit dhe për ta vendosur në maj duke e vulos prezencën e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është diçka që kështu e ka sjell rrota e historisë dhe ne duhet vetëm të bëjmë atë që na kërkohet. Ta bëjmë këtë gjë realitet. Ne duhet ta kapim trenin e historisë patjetër.